Pas vizitës së tij në Beograd, Donald Trump Jr., djali i presidentit amerikan Donald Trump, ftoi presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić në podcastin e saj Triggered. Në këtë intervistë, e cila u transmetua në platformën Rumble, u trajtuan çështje të ndryshme, përfshi situatën në Ukrainë, ekonominë dhe marrëdhëniet e Serbisë me Perëndimin. Në fillim të bisedës, Trump Jr. solli në vëmendje bombardimet e NATO-s mbi Serbinë në vitin 1999, duke lidhur këtë ngjarje me skandalin seksual të ish-presidentit amerikan Bill Clinton me Monica Lewinsky. Sipas tij, shumë njerëz e shohin atë ndërhyrje si një mjet për të larguar vëmendjen nga ky skandal i brendshëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Deklarata e tij ka ngjallur reagime, duke qenë se interpretimi i asaj periudhe mbetet i diskutueshëm në qarqet ndërkombëtare. Gjatë bisedës, Trump Jr. theksoi se Serbia vazhdon të mbajë qëndrimin se Kosova është pjesë integrale e saj, duke nënvizuar se ekzistojnë qëndrime të ndryshme mbi integritetin territorial të vendeve në varësi të kontekstit politik. Ai e krahasoi situatën e Kosovës me atë të Ukrainës, duke ngritur pyetje mbi standardet e dyfishta në politikën ndërkombëtare. Në vijim të diskutimit, Vučić u përpoq të paraqitej si një politikan i moderuar, duke theksuar se Serbia është e hapur për një marrëveshje me Kosovën, por vetëm mbi bazën e kompromisit dhe jo në kushte të njëanshme. Ai u ankua se Beogradi është në një presion të madh ndërkombëtar për të arritur një marrëveshje me Prishtinën dhe u shpreh se çdo zgjidhje duhet të respektojë kushtetutën dhe integritetin territorial të Serbisë. Trump Jr., i cili ka mbi 15 milion ndjekës në rrjetin social X, konsiderohet si një figurë me ndikim të madh tek të rinjt konservator në SBA. Ai ka qenë aktiv në të dyja fushatat presidenciale të atit dhe sipas mediave amerikane ka luajtur një rol të rëndësishëm në lobimin për zgjedhjet e J.D. Vance si kandidat për zëvendës president në garën e vitit 2024. Kjo nuk është hera e parë që Trump Jr. shprehet mbi çështjen e Kosovës, gjatë mandatit të parë të babait të tij në Shtëpinë e Bardhë në mars të vitit 2020. Ai kishte sugjeruar se ishte koha që trupat amerikanë të largoheshin nga Kosova. Komentet e tij të fundit dhe intervista me Vučić pritet të nxisin debate të reja në lidhje me qëndrimin e administratës së mundshme të Trump ndaj Ballkanit, nëse ai rikthehet në pushtet pas zgjedhjeve të nëntorit të vitit 2024.